Kosova ka bërë një arritje historike, teksa ka mundur Islandën dhe është ngjitur në Ligën B të Ligës së Kombeve. Pasi e mundur 2-1 në shtëpi këtë kundërshtar, këtë herë Dardanët ja kanë dalë në shifrat 1-3 kundër islandezëve në transfert. Të tre golat janë shënuar nga ana e Vedat Muriqit, i cili padyshim mund të quhet sulmuesi më i miri i shqiptarëve në të paktën 10 vitet e fundit, duke përfshirë këtu Shqipërinë dhe Kosovën. Krahasimet me të kaluarën nuk janë të mira për të bërë, pasi ndryshojnë rrethanat, por emri Vedat Muriqit është për të shkruar në histori. Ky futbollist ka shënuar deri tani plot 31 gola dhe është vetëm 30 vjeç. Kanibali i shqiptarëve nuk i kushton asnjë rëndësi pamjes fizike dhe kurimit të vetes, por ha veten me dhëmb dhe në fushën e blertë e tregon se sa i vlen lëkura. Rregullisht gola me Mallorcën kundër Barcelonës dhe Real Madridit, rregullisht gola edhe me fanellën e Kosovës. E për të kuptuar se sa shumë janë këto gola, mjafton që të përmendim faktin se ka shumë vite që rekordi golashënuesit të Shqipëria mbahet nga Rion Bogdani me vetëm 18 gola të shënuar, që nga ajo kohë nuk ka dalë ende një sulmues i Shqipërisë që të kalojë shifrën e 18 golave të shënuar nga Bogdani, ndërsa Muriqi, vetëm 30 vjeç, ka shënuar deri tani 31 gola, një nuatës i madh i golit dhe i zonës. Padyshim që Vedati nuk ka konkurrencë. Shumë vite më parë, Muriqi ka kaluar nga Teuta dhe Besa e Kavajës, përpara se të niste hapin drejt historisë. Në kohën kur Muriqi do të shkonte te Teuta, trajneri i Dursakëve ishte Gentian Begeja. Disa vite më vonë, në Sport Express, Begeja do të kujtonte kohën e Muriqit në Shqipëri. Atë vit që ka ardhur te Teuta, kam qenë unë trajner. E mbaj mend, ishim në fazën përgatitore të dimrit. Na kanë cellë në skuadër dhe përshtypja e parë që unë krijova ishte çfarë giganti. Numrin e këmbës e kishte 48 dhe për këtë bënim shaka shpeshherë. Kam shkuar me njëherë te presidenti i ekipit dhe i kam thënë se e donim në skuadër. Jam befasuar atëherë nga i lojtar dhe kështu ndodhi. E federuam pa e menduar 2 herë. Pastaj unë jam larguar nga Teuta, hapësirat e Muriqit ishin të pakta dhe i shkoi si uazim te Besa e Kavajës. Problemi i lojtarit është të ketë dëshirën për të rritur. Duhet të jesh profesionist dhe ta dashurosh këtë punë që bën. Ndonjëherë është çështje fati, por unë jam i bindur se Muriqi ka arritur çdo gjë vetëm me punë. Ai ishte kokulur që atëherë nuk befasohem që mbriti deri në këtë pikë. Nuk është shembull i parë që del nga superiorja, por është një shembull për të marrë. Pra Azja nuk është e paarritshme, tha Begeja përpara disa vitesh. Pra djaloshi me këmbën me numër 48, sot shkruan historinë e futbollit mbar shqiptar.